Ambasador, si do të ruani peshën e familjes në politikë përballë presioneve liberale që vijnë nga Evropa? Patjetër, ne jemi pjesë e Evropës, do të thonë si kontinent, si shtet, si vend, do të thonë ne nuk friksohemi që të jemi pjesë e Evropës, nuk friksohemi të themi jemi evropian, por jemi evropian me këto vlera, të cilat i kemi, dhe Evropa e cila ngërthen në vete kultura e besime të ndryshme, duhet të na pranojë neve me të njëjtën kulturë dhe të drejtat të cilat ne i kemi. Më kujtohet në mandatin e parë kur kam qenë deputet, ka pas një prej ministrisë, një raport i progresit të BE-s, kishte dhënë një vërejtje për Ministrinë e Mirëqenies Sociale se Komiteti LGBTI duhet të ketë më shumë ndihmë prej Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale. Dhe unë u qova aty me folë dhe thash, pasi kisha studiu atë rast, pasi kisha studiu vendet e Bashkimit Evropian dhe të Ballkanit Perëndimor, se si qëndrojnë të drejtat e këtyre grupeve, dhe dola thash Bashkimi Evropian ku kanë lajthitje, e kanë qitë në lajthitje këta tonë të ministrisë, apo ata vetë kanë, ose po dëshirojnë me zmadhu këtë çështje, nuk e di, por Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale ka punë më të rëndësishme me bazë se Kosova e ka rreth, atëherë ishte rreth 40% varfria në Kosovë, jo në ekstrem, por 40% ishte varfria niveli i përgjithshëm, dhe Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale ka detyra më shumë për me reduktu varfrinë në Kosovë, me zgjedh problemet e të njerëzve të pastre, të varfërve, e të papunve, se sa të merret me këto. Këto grup duhet të merren me mundet me dhënë një vërejtje se Ministria e Shëndetësisë të merret më shumë me këto grupe dhe jo Ministria e Mirëqenies Sociale, Punës dhe Mirëqenies Sociale. E para, e dyta, sepse nëse qenë ka kusht nga raporti i progresit për me qenë, që thotë që Kosova dhe BE-ja, domethënë, këto politika liberale janë jo që janë kundërshtim me parimet dhe me familjen tonë, por janë kundërshtim edhe me vetë shteteve të tjera anëtare të Bashkimit Evropian. Kur e mora pasqyrën e vendeve të BE-s, se si qëndrojnë të drejtat e LGBT+ në vendet e BE-s, doli që Kosova ishte në midis shteteve të BE-s. Domethënë Italia, Polonia, Slovakia, të shtetet anëtare të BE-s, Hungaria, nuk e di a ka qenë edhe Çekia, për anëtarëve të BE-s. Të gjitha këto që i përmena, anëtarët të BE-s, kanë qenë në nivel më të ulët se Kosova në raport me të drejtat që i gëzojnë LGBT-is. Plus të anëtarëve ka qenë Kosova shumë përpara se të gjitha shtetet e Ballkanit Perëndimor, duke përfshi Bosnën, Serbinë, Malin e Zi, Shqipërinë dhe Maqedoninë. Domethënë Kosova qëndronte shumë më mirë me 3, sepse janë rreth 10 kushte të cilat ato konsiderohen, sipas tyre konsiderohen një shtet i mirë për këtë komunitet, dhe prej 1 deri në 10. Dhe Kosova e kishte 3 për këtyre rregullave ose të shtyllave pozitive për ta, ndërsa shtetet e rajonit të gjitha ishin vetëm nga 1 pikë. Domethënë, pse bëhet gjithë ky presion Kosovës, i cili është shteti më i varfër në rajon, i cili është i fundit për gjithçka në raport me BE-n, atëherë pse bëhet vazhdimisht ky presion? Sepse politikanët në Kosovë e kanë leju që ata të përzihen kaq shumë në shtetin tonë. Ata as nuk guxojnë me përmend këtë temë në takimet me Orbanin e Hungarisë, ose me atë të Italisë, ose me atë të Slovakisë, por vinë te ne edhe na godasin me këtë temë, kinse pjesë të drejtave të njerëzit, që unë nuk e konsideroj që është pjesë të drejtave të njerëzit dhe nuk mund të jetë e tillë.